Vëllai i Recep Selimit, Ramadan Selimi, ka kritikuar publikisht diferencimin e çlirimtarëve të UÇK-s në protesta dhe veprimet simbolike kundër dhomave të specializuara në Hag. Në një reagim të fundit, Selimi i thekson se çlirimtarët nuk maten me flamuj selektiv, por në unitet dhe qëndrim të përbashkët politike shoqëror, me shpreh shqetësimin mbi flamurin e ngritur së fundmi në Drenicë, i cili sipas tij simbolikisht i kushtohet vetëm dy prej tyre Hashimfaqit dhe Kadri Veselit. Selimi pyet se a është i drejtë ky diferencim, a është e moralshme dhe politike që disa oponent madje edhe brenda spektrit politik që i kanë nxjerrë këta lider të ndajnë çlirimtarët në më të merituar dhe më pak të merituar, kur të gjithë po përballen me një akuzë të njëjtë, të përpiluar nga Serbia dhe të ngritur nga dhomat e specializuara në Hag, ka shkruar vëllai i Recep Selimit. Ramadan Selimi nënvizon se kontributi i të gjithë anëtarëve të UÇK-s është i pantashëm. Hashimfaqi, Recep Selimi, Jakub Krasniqi dhe Kadri Veseli janë një emër i vetëm në histori UÇK-ja. Kontributi secilit prej tyre për çlirimin e Kosovës është i pamohueshëm dhe i pandashëm. Çdo tentativë për t'i veçuar apo për t'i hierarkizuar është jo vetëm padrejtësi historike, por edhe dëm për kauzën që ata përfaqësojnë sot në Hag, është shprehur ai. Ramadan Selimi gjithashtu shtron pyetjen mbi mbështetjen simbolike që u jepet vetëm disa prej çlirimtarëve. Ai bën nder ky diferencim atyre dhe vetëm PDK-s, veçanërisht kur dihet se djali i Jakub Krasniqit është nominuar nga kjo parti si kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës. Si mund të dihet ai, por edhe familjet e të gjithë të akuzuarve të tjerë që gjenden brapa grillave në Hag, kur sheh flamuj, billboarder dhe mbështetje simbolike vetëm për dy emra, ndërkohë që babai i tij dhe Recep Selimi kanë vënë po aq, nëse jo më shumë, për lirinë e këtij vendi, ka shkruar Selimi. Mundej, ai thekson se nëse vërtet besojnë se gjykimi në Hag është padrejtësi ndaj luftës çlirimtare, atëherë mbështetja duhet të jetë e barabartë, sinqertë dhe pa dallime. Çlirimtarët nuk maten me flamuj selektiv, por me unitet dhe qëndrim të përbashkët politike shoqëror. Historia nuk i ndan ata, as ne nuk duhet t'i ndajmë, ka shkruar ai në këtë reagim të tij. Familja e veprimtarit Haki Miri ka bërë thirrje për votim në favor të koalicionit Lëvizjave të Vendosje Guxo, duke theksuar se vetëm njerëzit e ndershëm dhe të përkushtuar për shtetin mund të ndërtojnë Kosovën. Sipas tyre, opozita tradicionale nuk ka ndryshuar dhe qëllimi i saj është vetëm pushteti dhe pasurimi personal. Familja e Mirit vlerëson arritjet e qeverisë Kurti II, duke përmendur liberalizimin e vizave, shtrirjen e sovranitetit, pastrimin e veriut nga bandat serbe, rritjen e buxhetit të ushtrisë dhe pakave. Ajo paralajmëron qytetarët të mos e mashtrojnë nga opozita, duke u bërë thirrje që Kosova të ecë përpara. Në vijim, shkrimi i plot. Miq, Kosova ndërtohet nga njerëzit e drejtë, nga ata që punojnë për shtetin, jo për xhepin. Rrugovistat e vërtetë e ndërtojnë shtetin. Lista Guxo dhe rrugovizmi sot, prandaj e meritojnë votën tonë. Pse nuk duhet të votohet opozita? Sepse nuk ka ndryshuar dhe nuk do të ndryshojë kurrë. Qëllimi i tyre nuk është shteti, qëllimi i tyre është pushteti. Ata duan të kthehen vetëm për një arsye, të grabisin arkën e shtetit, arkën që me mund, drejtësi dhe ndershmëri mbushi. Për mbi 2 dekada vodhen gjithçka, institucione, pasuri publike, shpresën e qytetarëve, pasuritë e tyre, flasin më fort se kush janë opozitarët. Vila, banesa luksoze, fabrika, tokë, kompani, tendera, gjithçka që ishte djersa e popullit e përvetësuar në mënyrë të kundralishme. Sot, ata kanë më shumë pasuri të pajustifikueshme se sa vetë qytetarët që dikur i votuan me besim të verbër. Në anën tjetër kemi faktet qeveria Kurti II, liberalizimi i vizave, shtrirje e sovranitetit, pastrimi i veriut nga bandat serbe, rritja e buxhetit të ushtrisë, rritja e pagave në tërësi shumë fish më e lartë se në qeverisit e kaluara të korruptuara për herë të parë. Shteti ecën me dinjitet, me rend, me progres. Opozita fshihet pas Amerikës dhe Europës, por kjo është vetëm mask, propagandë e vjetër, mashtrim i radhës. Opozitarët janë po ata që shitën tokën tuaj, që vodhën të ardhmen tuaj, që sot kërkojnë votën për ta bërë të njëjtën gjë sërish. Mos u mashtroni. Ata nuk duan zhvillim, duan të grabisin sërish mundjen dhe djersën tënde e qytetarit dashur. Ata nuk duan drejtësi, duan pushtet, duan paradë pa justifikueshme, për fare fis. Kush u hep votën, u dorëzon edhe të ardhmen. Kosova nuk kthehet mbrapa, Kosova duhet të ecë përpara. Votohet Lëvizjen Vetëvendosje Guxo, Alternativa dhe PSHDK për një Kosovë që ecën drejt së ardhmës së sigurt.